Përveç dënimit simbolik të Mihal Deliorgjit dhe disa çerrave të tij, dosja Gërdeci është këtandisur në rigjykim të Fatmir Mediut, proces që po zvarritet prej 5 vitesh me qëllim për ta bërë nul nëpërmjet pazarit të dukshëm mes prokurorëve të Spakut dhe gjyqtarëve. Qysh në fillim të hetimit, nga dosja e Gërdecit u hoqën Shkëlzem Berisha dhe trafikanti grabitësi i tokave ndërtuesi Rahman Selmanllari. Megjithse u provuan që ishin pronar me shkresa zyrtare, biseda telefonike, kontrata, akte ekspertimi dhe dëshmi të shumta, Altin Dumani që ka dosjen Gërdeci prej 5 vitesh, ka qenë prokurori i kësaj çështje në vitet 2008-2012, që ka lënë jashtë hetimit Shkëlzem Berishën dhe Rahman Selmanllarin, nën presionin e Sali Berishës dhe ujdis me të nëpërmjet ish prokurores së përgjithshme Ina Rama. Gjatë një interviste për televizionin Al Jazeera në vitin 2010 për hetimin e Gërdecit, Altin Dumani deklaroi se ai dhe kolegët e tij nuk e menduan të arsyeshme të merrnin në pyetje dhe nën hetim Shkëlzem Berishën dhe Rahman Selmanllarin, edhe se nuk kishin pasur presione nga askush. Por Zamir Shtylla, ish drejtori i hetimit në prokurorinë e përgjithshme, i caktuar drejtori i grupit të hetimit për Gërdecin, deklaroi se pas urdhrit në shtator 2008 për të marrë në pyetje Shkëlzem Berishën dhe Rahman Selmanllarin si person në nën hetim, ka pasur shumë presione e kërcënime nga Sali Berisha dhe grupet e tij kriminale e mediatike, edhe me kërcënime e denigrime familjare. Për të lënë jashtë dosjes penale Shkëlzem Berishën dhe Rahmanin e tij, Sali Berisha në atë kohë kryeministër, nëpërmjet ish kryeprokurores Ina Rama dhe eksponentëve të krimit detyruan Zamir Shtyllën të jepte dorëheqje si drejtori i hetimit në prokurorinë e përgjithshme nga grupi i hetimit të çështjes Gërdeci dhe e transferua në prokurorinë e Elbasanit, ndërsa më pas Altin Dumani mori drejtimin e hetimit. Gjatë hetimit paraprak dolën shumë prova që Shkëlzem Berisha dhe Rahman Selmanllari ishin ortakët faktik të biznesit të municioneve në Gërdec bashkë me Mihal Deliorgjin. U vërtetuan me shkresa, mesazhe, biseda telefonike, edhe pas shpërthimit, si edhe me kontakte e komunikime me ministrat Mediu dhe Bunçi dhe me drejtues të lartë të ushtrisë, që zbatonin urdhrat e Shkëlzem Berishës për aktivitetin në Gërdec. Pas rihapjes së hetimit të çështjes, Altin Dumani përfshiu Shkëlzem Berishën dhe Rahman Selmanllari në procesin hetimor, por vetëm si dëshmitar periferik dhe jo si të pandehur. U lanë përsëri jashtë hetimit megjithse në dosjen e viteve 2008-2012 ka shumë prova që ata ishin bosët e biznesit në Gërdec dhe përdorën pushtetin e Sali Berishës duke filluar, zhvilluar dhe patur nën kontroll pas një pengesë aktivitetin e demontimit të municioneve pas marrjes në pyetje nga SPAK të Rahman Selmanllarit në muajin mars 2021 dhe të Shkëlzem Berishës në muajin janar 2023. Ata janë hequr edhe nga lista edhe si dëshmitar për tragjedinë e Gërdecit, kur duhet jenë të pandehur bashkë me Fatmir Mediun. Që Shkëlzem Berisha të merre dhe merret i pandehur, mjafton prova e takimeve me ministrat Mediu dhe Bunçi në zyrat e tyre, shkresat zyrtare të dërguara në emër të tij, biseda telefonike me shefat e ushtrisë dhe me Mihal Deliorgjin. Provë janë 185 biseda dhe mesazhe telefonike me Rahman Selmanllarin për ecurinë e biznesit në Gërdec dhe dokumenti zyrtar që Selmanllari ishte përfaqësues i kompanisë Southern Ammunition për nënshkrimin e marrëveshjeve me Ministrinë e Mbrojtjes. Punonësit e Gërdecit, Seran Maçi, Nazmi Sufaj, Haxhimara, Kledian Qefaliaj, Benard Kaçaça e Shpëtim Kaçaça kanë deklaruar në prokurori se ishin familjarë të njohur të Rahman Selmanllarit dhe ishin caktuar prej tij jo vetëm në turnin e natës për menaxhimin e mjeteve që çonin municionet, grumbullimin e tunxhit prej tyre, ngarkimin në makina me targa hollandese. Mjetet me tunxhi shoqëronin deri në kufi pa regjistruar sasitë në dokumentet e bilancit të fabrikës së Gërdecit, por ja raportonin me letra dore vetëm Rahman Selmanllarit dhe ky Shkëlzem Berishës.